le të supozojmë që shkolla punën e vetë e kryn. Secili gazetar që e merr diplomën si parim e din kur duhet me jam mblu ftyrën dikujt, kur duhet me jam shef identitetin, qysh raportohet për viktimat dhunës seksuale, për viktimat dhunës familjare, qysh raportohet për vrasje, për vetvrasje, çka është njeri akuzum, çka është njeri dyshum, çka është njeri dënum, kur është dikush kriminal, kur është hajn, qysh raportohet për drejtat pacientëve. Është një set i gjërave të cilat në shkollë i mësojnë. Edhe me vetdije nashta zgjedhin me shkel. Në fund të misionit po du me dal për tej punës tonë, për tej gazetarisë. Qysh me mri, ose a duhet me menu, qysh me mri qëto me jam spiku qytetarëve. Qysh me mri me jam spiku dikujt që a edhe nëse është pacient, a i ka të drejt, a i duhet me dit vetë me kërku, mos më ju ekspozu identiteti. Ose nëse shkoj me intervistu pacientin Leortin, edhe është Remzia në prapavi, Remzin duna me mbulu nëse ky ka pranu me folë është falimnerës pe i ti, po juve duhet me ju rujt. Qysh me e njëti tërgim vlen për dëshmitar në vrasje. Na e marim e ekspozojmë dëshmitarin, nashta ja rrezikojmë jetën, po ai duhet me ditë vetë që nëse është dëshmitar, qysh me mri me rujt anën tjetër edhe nëse gazetarët ja huqin ka njëherë për x arsye. Unë menoj që mediat, përveç rolit të parë tyre parësor informimit, rolin e dytë e kanë edukimin e masës. Shpesh herë këtë rol besoj që nuk e përmbushin për shkak se ish dashmi u dhon hapësirë dhe misioneve të cilat i trajtojnë ndoshta që kanë pikërisht këtë aspektin e rolit edukativ që nënkupton edukimin medial. Kjo aty kish me pajis publikun me njohuri të cilat ata ndoshta nuk i marrin prej formave tjera të edukimit që kanë në jetë. Do me thonë as prej shkollave tyne, as prej familjeve tyne. Unë shpesh herë ju them studentëve që ju janë një ambasador për komunitetin e ju janë ata të cilët doni me mësu familjet e juja, të afërmit e juj, me pa mediat përmes një syri tjetër, një perspektive tjetër. Sepse ju doni me tregu atyre tash se qysh me verifiku informatën, qysh mos me ra premën, qysh mos me ra në gracë këtë dezinformimit, qysh me i njoft nocionet. Për shembull, unë mendoj që një problematik qënësore që kemi në Kosovë kemi me nocionet, me terminologjinë. Për shembull, edhe gjatë raportimit kemi edhe përkundër asaj që jemi mundu me vite me trajnu gazetarët edhe me mësu rreth nocioneve adekuate për përdorim, a duhet quhen të mbjetuar të dhunës seksuale gjatë luftës së Kosovës, apo viktima, apo persona me aftësi të kufizuar, apo persona me nevoja të veçanta, apo njerëz të hendikepuar. Do me thonë, ende kemi që si shkarje të cilat në esencë duken ka njëherë si të vogla, po janë të mëdha, ose përdorimi nocioneve për orientimin gjinor, ku themi për shembull përdorim nocionin femra në të vend të nocionit gra.